Zotit Spahiu, bashkëpunëtorëve të tij dhe në këtë rast të gjithë besimtarëve musliman që kanë agjëruar, por dhe të gjithë besimtarëve të Zotit. Këtë ditë të nderimit, të përkushtimit, sakrificës dhe përkushtimit të njeriut ndaj të Mallit Zot, vlerave hyjnore më të mira. Por e shfryzova rastin për të zotuar para kryetarit të komunitetit musliman, Zoti Spahiu, dhe të gjithë shqiptarëve se pas 11 majit, nga vendimet e para do t'jetë dyfishimi i fondit për komunitetet fetare. Fondi i cili është i domosdoshëm dhe u takon plotësisht. Sikundër një përpjekje madhore do të bëhet për rikthimin e pronave të tyre ose kompensimin, masi pronat e komunitetet fetare janë pronat më të plaçkitura në Shqipëri. Së treti, unë garantoj dhe garantova dhe Zotin dhe kryetarin e komunitetit, Zoti Spahiu, dhe garantoj besimtarët musliman se falja ditën e premte do të përsaktohet në ligj dhe në orar. Dhe çdo besimtar musliman që dëshon të kryej detyrën e tij me faljen në xhami do ketë kohën e dhënë për këtë destinacion. Pra, nuk do mund të bëhet më orari zyrtar pengesë që njerëzit të falin të premten që është dita e për adhurimin për muslimanët. Dhe kjo nuk është lehtësi, kjo është detyrim, do vendoset me njëherë pas 11 majit. Është një, nuk është asgjë e të theksoj dhe njerë, po nuk mund të mos theksoj, se trashëgimia jonë më shkëlqyer është toleranca fetare. Dhe unë shpreh admirimin tim më të thellë për udhëheqësit e komunitetit musliman dhe udhëheqësit në tërësi të komunitetet fetare dhe të gjithë klerikët shqiptar për punën e tyre, për urtësi dhe mençurinë e tyre në konsolidimin, në zhvillimin më tej të kësaj trashëgimie të shkëlqyer. Edhe një herë është një ditë nderimi për të gjithë ata që sakrifikojnë, për ata që agjëruan, por edhe për të klerikët, për hoxhallarët, për priftërit, për të gjithë ata që sakrifikojnë çdo ditë në shërbim të Zotit dhe të vlerave hyjnore. Gëzuar. Do që këtu moment e para dhe fjalën kryetarit e Partisë Demokratike, Zoti Sali Berisha.